Ka nisur procedura e faljes të detyrimeve vendore duke u dhënë mundësinë tatim paguesve të përfitojnë nga lehtësime të konsiderueshme financiare dhe fshirje të penaliteteve e kamatvonesave. Drejtoria e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë e Vlorës deri më tani ka bërë rreth 1200 njoftime, ndërsa shumë biznese paraqiten çdo ditë në këto sportele për t'u njohur rreth procedurës së faljes. Detyrimet deri më 31 dhjetor 2024 do të fshihen plotësisht dhe nuk kërkohet asnjë pagesë, ndërsa për detyrimet për periudhën 2015-2019 mund të shlyhen sipas dy alternativave. Nëse i paguanin deri më 30 qershor 2026, do të paguaj vetëm 50% e principalit, ndërsa falej 50% e principalit dhe 100% e gjobave dhe kamatvonesave. Ndërsa deri më 31 dhjetor 2026 paguhet vetëm 75% e principalit, ndërsa falet 25% e principalit dhe 100% e gjobave dhe kamatvonesave. Detyrimet për periudhën 2020-2024 shlyhen duke paguar 100% të principalit, ndërsa falen plotësisht gjobat dhe kamatvonesat deri më 31 dhjetor 2026. Drejtoria e taksave vendore në Bashkinë e Vlorës bën të ditur se detyrimet e vitit 2025 nuk përfshihen në këtë proces faljeje. Po ashtu, thuhet se kjo nismë synon të lehtësojë barën financiare të qytetarëve dhe bizneseve, të nxjisë formalizimin dhe të krijojë mundësi për mbylljen e detyrimeve të prapambetura në kushte më të favorshme. Të gjithë të interesuarit mund të paraqiten pranë strukturave përkatëse të Bashkisë së Vlorës dhe konkretisht pranë Drejtorisë së taksave dhe tarifave vendore për informacionin e detajuar dhe për të përfituar nga skema amnistisë fiskale. Nga ana e saj, Drejtoria e taksave dhe tarifave vendore vijon njoftimet për të gjithë përfituesit, ndërsa një pjesë e tyre shkojnë edhe fizikisht për t'u njohur me këtë proces.